Kjo qendra e trajnimeve për ushtarë dhe oficerë Ukrajinës në Shqipëri, është e vërteta apo është... Sekret shtetëror. Por u dhanë media. Ju shkau goja këtyre që. Shkau ga. Shkau ga. Se papa, shkau goja? Po të shkasi goja në gjërat të tilla domethënë. Mirë, një minutë. Tani këtu kjo është sekret shtetëror. Nuk po e prekim sekret shtetëror. Edhe qendra e sigurisë kibernetike. Edhe kur kemi pasur stërvitje. Edhe kur kemi pasur të bën target e trupave kosovare në Surrel në ato vite, edhe atëherë ka qenë sekret shtetëror. Një sekond. Ashtu siç u tha që Che Guevara ka vizituar Shqipërinë, Bin Laden ka qenë i fshehur këtu. U shkasin vetë këtyre. E kanë thënë. Che Guevara ka vizituar dhe Mehmet Çeu i ka dhënë automatik dhurat. Atë po them pra. Apo profesor. Atë po them. Bile ke një president sot. Atë po them, domethënë ne pra kemi këtë. E rishkasin vetë sekretin, mos kemi shpëtim. Ke një president një shteti shumë të fuqishëm sot. Ke president një shteti shumë të fuqishëm që është trajnuar në Shqipëri. Po Gjej, të japu një variant të ngjashëm me këtë. Unë e di. Presidenti i Brazilit Lula. Gjej, të japu një sekond tani. Po të rin këtu. Është trajnuar këtu. Jo, shumë afër kësaj. I thot gjëra shumë të rënda po Busquets e the kush shtruar Shqipërisë. Jo, është një ngjarje e vërtetë. Dhe vjetër. Më fal. Po Karamuço. Në lidhje me këtë, shkon një nga ministrat tanë përpara pak kohësh, mund të them në fillim vitit të kaluar, shkon një vizitë zyrtare në Kosovë. Po. Masi mbaron vizitën, në protokollin, shkon dhe viziton një grup që po trajnohej aty, po trajnonte më mirë, një grup kosovar lidhet me krimet kibernetike në fushën ushtarake. Mirë po aty ishin edhe personat të tjerë, të cilët janë pjesë e shërbimit tonë sekret ushtarak. Të kemi dhe në shërbim ushtarak. Që që kanë gjitha vendet e Bashkimit Evropian. I kapi kamera dha. Jo vetëm del foto, ky ministri, po e nxjerrën në faqen zyrtare e Ministrisë së Jashtme. Dhe aty dalin zvënz, drejtori, të gjithë këta. Shpura komplet, që çfarë bënin aty. Dhe është bërë alarm i madh, shërbimet kanë komunikuar etj. U bë problem shumë i madh kjo, ora hiqet fotografi. E mbasi u mbajnë 2 muaj fotografi, aty mezi u hoq pastaj. Kur e kishin marrë, e kishin pa. Pra, ne nuk i kemi shumë të ndjeshme këto gjëra. Ne bën gabim edhe Ministria e Mbrojtjes nganjëherë, që vjen një student i shkolluar në West Point ose nga jashtë shkollat elitare, ky do jetë aseti më i madh i joni për krimet kibernetike, ky. Mos e ekspozojmë, se ta marrin edhe e futin ato të tyre ata të tjerë, armiq tanë. Mos e ekspozojmë. Jemi në luftë të ftohtë, ata nuk e kuptojnë akoma. E bën gabim e nxjerrin fotografi. I thash mos e bëni më këtë, se kjo është skandal. E targeton atë, të shkretin. Ai sa ka marruar shkollë, e targeton. Ja media apo ja the kështu. Duhet të zbatojnë protokollet. Më mirë t'ja u thuash. Duhet të zbatojnë protokollet e sekretit ata. Duhet të zbatojnë protokollet. Këta nuk i kanë tani protokollet sekret për sa i përket. Një sekond. Janë sekret. Janë asetet tona apo janë. Atë kam u thon. Protokollet sekret në lidhje atë që tha Zëshara. Në lidhje me stërvitjen e ushtarakëve Ukrainës në Shqipëri, rrodhën u thyer. Tani një sekond. Ky s'është jon. Jemi konfliktë më dhenjë. Pyetja është, tani neve shndrohemi në target të shala tani? Nga Rusia po apo? Sa verifikojnë një herë ata. Ata e verifikojnë. Po kemi kohë që jemi në target, edhe pa rrjedhur. Në antarin natës, po ajo faktikisht edhe unë u habita pak se kur doli. Tore, kush e nxorëm ne? Jo, nxorë kryeministri anglez, mos gaboj. Në kuadër të një projekti me nxorë vetë anglezë, Starmer. Po, Starmer e përdori. Ata e bën cop Starmerin aty në Angli, Pa me më dhe Starmeri tash nuk është në vlerë. Përfundoja e punë tash edhe se del sekreti s'ka ne problem, del variant tjetër. Ata shkojnë front dhe u kry puna.